Përshëndetje, mirë se vini te Tejtkas Albania. Këtë javë është një javë interesante se kemi pasur normat e interesit dhe fjalin e Jerome Powell. Edhe tregu ka ca problematika, situata të ndryshme që po ndodhen tani. Unë tani jam me Irdin. Irdi, përshëndetje. 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 Edhe do të thoya që sot do flasim mirë për lajmet e vendet kryesore të javës kaluar, çfarë impakti presim ne që të kenë të tregu, çfarë impaktin kanë pasur. Pastaj do bëjmë analizën e kriptos kryesore, stocks dhe pastaj madhrat dhe forexin, dollarin. Irdi, ndonjë lajm kryesor për këtë javë? Këtë javë si të shpritet, domethënë Jerome Powell kishte lajmin kryesor, kishte edhe unemployment data më duket, të dolën mirë me sa më mend. Kishim Trumpin me deklaratat e tij, po këtë javë sikur nuk bëri deklarata ekonomike, më shumë më fokusua te politikat amerikane, tek Tesla, sepse Tesla ka postuar shumë rënje dhe me sa duket përpiqet të bëjnë boost. Jerome Powell foli pozitivisht se çpritej, kur edhe kjo ishte një gjë e mirë për ditën, po pastaj në fund të javës prapë vabajta të nivelet e 5600-s te S&P, edhe Nasdaqu poshtë 20 mijës, siç ka qenë, që po ta mendoni është pothuajse 2 pikë poshtë nga high i këtij viti. Kështu që është ka qenë goxha javë problematike. Çmimet kanë qëndruar në një zonë volatiliteti të 5600 për S&P deri te 5700, pastaj është shitur dhe blerë në ato nivele, por sepse kishim edhe atë që quhet triple witching këtë javë. Ku mbaruan, kur skaduan kontratat mujore, javore, 2 javore, edhe ishte shumë problematik domethënë atë çmimin deri në ato nivele, për të djegur edhe puts edhe calls. Po, atë vura edhe unë që po marrin çmimin të një zonë, le të themi, ku të gjithë do skadoheshin. Është pak problem tani me këto options, se edhe këto duhet i kesh si faktor. Po para ishte pak më e thjeshtë jeta sepse tregtoje pa options ndoshta dhe jo, është për problematik sepse nga statistika që ke nxjerr ti, po thuaj se 90% e tradersve tregtojnë 0 day options, që është për shumë problematike. Po, dhe do manipulohen nga institucionet. Dhe ajo ndodhi të Intën dhe të Premten, pastaj të Premten kur s'kishte lëvizje çmimi fare, po thuaj se ngeli vetëm ajo zonë edhe dish gjithë në një nivel, digji, zbrinë në një nivel më poshtë, digji, edhe ngelen në atë nivel. Vetëm ata që bën writing fituan nga kjo javë. Po, normale, ato gjithmonë fitojnë. Po marrin të profitin e vet. Po, ato gjithmonë fitojnë. Kjo ishte situatë që pak situatë si tregu nuk lëvizi fare këtë javë, për mendimin tim. Ne po aty. Pra për këtë arsye po flasim. 0.7% pash, domethënë po thosë të gjitha minus 0.7% asnjë lëvizje 1% nuk u bë. Domethënë rriteshe 1% një ditë, uleshe 1% një ditë, ishte kështu domethënë, rritet një balancë të frikshme. Po, edhe ka qenë edhe barometri unë po e quaj është një treg për day traders dhe për scalpers, jo treg le të themi për investitor afatmesëm si puna ime. Edhe për ato që për traders më duket shumë e rrezikshme, domethënë, pavarësisht se kemi parë të kupion disa fitime që kanë bërë dëgjuesit tanë, po është shumë e rrezikshme. Domethënë, nëse Paul do fliste keq për Merkurën, do ishte minus 20%, minus 30% në market, me siguri. Që edhe day trading ka. Fakti që Paul foli mirë nuk domethënë, edhe po ta vëri re të fjalimi, kishte disa pikpyetje goxha të forta domethënë për inflacionin, për tarifat, të u fol. Është duke si foreshadowing për të ardhmen pak a shumë që së jepi ekonomia e qëndrueshme. Po, për mu ka një gjë që tregu tani, po që qëndron këtu në këtë nivel të ulët edhe ulët gradualisht pak nga pak, mund të jetë shenjë që jemi në një recesion, edhe mund të ketë një ulje më thellë pak më vonë. Do na duhet këtë javë që do vi një rritje ose javën tjetër një rritje serioze. Le të themi një mean reversion të zonat pak më lartë 5800, 5900, që të kemi shpresë që kjo bull run mund të vazhdojë ose të kemi një 2 mujor, periudhë 2-3 mujore të mirë në treg, edhe
Me atë që ka thënë Jerome Powell për mendimin tim, ka thënë po njëjtën gjëra, edhe recesioni paga shumë është i sigurt për mendimin tim. Është thjesht çështje sa dashtyn ato. Edhe po që Për pëlqevi ajo fjalia që tha, domethënë që parashikimet për recesion janë akoma të ulta, megjithëse janë më lart se ç'i parashikonim ne. Paga shumë që po ikim në një recesion. Po, dhe pastaj thot gjithmonë thot për një gjë, ne do vazhdojmë që të përqendrohemi te punësimi dhe te inflacioni. Nuk po bëjmë ulje as ngritje të normave të interesit sepse duam që të kemi mundësi me manovruar më vonë. I bin që ai është i përgatitur që do ketë një situatë. Një gjë që kam vërej domethënë është që dhe nuk ka para domethënë për të investuar me sa duket. Po thuaj se volumet janë në nivelet më të ulta domethënë. Duke sikur nuk ka para në treg për momentin. Ata që janë pozicionuar të disa aksione dhe nuk është se ka lëvizje kapitali që të krijojë volum. Po, për mu ishte kjo që kapitali që hyri me ardhjen e Trumpit në nëntor-dhjetor, ishte kapital nga retail traders të all time highs. Ajo ishte arsye kryesore pse ra tregu se institucionet panë si mundësi për të le të themi likuiditet. Tani institucionet po japin ca shenja fillestare që po e blejnë këtë dip, po nuk po e blejnë në mënyrë serioze si i kanë bler ato të tjerat në 2020 për shembull, 2008-ën, 2013-ën, periudhë të ndryshme që ka bërë dipe serioze tregu. Edhe me sa duket, edhe te formimi i çmimit që do të mbulojmë pak më vonë, po bën një farë bear flag që është një çmim në rritje i shtrëngum dhe pastaj mund të bëjë edhe një ulje më thellë. Kjo është frika ime dhe situata që po shikojmë për momentin, sepse nuk ka atë ofrim blerëse dhe shtyrje nga institucionet që po blihet. Jo vetëm S&P 500, po shikojmë për një gjë edhe në kripto. Edhe se di, është problemi që institucionet për mendimin tim nuk po e blejnë. Edhe lexova domethënë diçka tjetër që Tesla po bliheshin shumë nga retail në këtë çmim. Ishte kjo mund të jetë një thënë domethënë që mund ta shesin institucionet akoma më thellë, kështu që duhet bëjmë kujdes. Ka që nuk duken në nivele sigurta. Duke sikur kanë hequr dorë nga Tesla. Duke qenë se edhe kompanitë kineze janë bërë shumë të avancuara, BYD nxorri lajmin do të thënë që kanë dhënë teknologjinë që karikohen për 5 minuta tani, makinat e tyre. Po, kështu që po bëhet pak shumë kompetitive. Është një situatë shumë delikate për mendimin tim, edhe për që çmimi shkon pak më lart, besoj që do kemi një dip tjetër. Tani unë shpresoj që dipi të ishte, le të themi, të kishim shku pak më lart këtë javë, që nuk ndodhi, për fakti që po edhe diçka tjetër që do thoshta, fakti që nuk shkuam te 5800-ta, tregon për që s'ka blerje, domethënë. Sepse në një mean reversion normal do shkon te 5800, 5900. Ajo nuk e thyvi 5700 gjatë gjithë javës, po të thësë. Po. Njëtin le themi gjë po shikojmë edhe te kripto që Bitcoini shkoi te 85, unë shikoja që mund shkojnë deri te 90 dhe përpara se të kishte një ulje dhe konsolidim aty. Dhe ajo gjë ndodhi aty. Është ajo që nuk ka e free. Ndoshta se pam pak Kinën që pati le themi një çfyrje ose nuk po heste më me ato ritme që kemi parë këto 2-3 muaj që kemi trajtuar. Më duket kishte atëherë 2-3% çdo ditë tek internet të premte nëse pashëm. Atë ishte 2-3%. Po. Pastaj edhe Europa mendoj që mund të çarkulloj kapitalin tani nga Kina edhe Europa në Amerikë këtë javë ose këto 2-3 javë të tjera. E vetmja shpresë që kam una me analizën që kam bërë që po hiqë këto problemet e tarifave korespondojnë perfekte me situatën që ka ndodhur në 2017-ën, kur patëm këtë ulje në shkurti deri në fund të marsit, dhe pastaj pam një rritje që erdhi në fund të marsit, prillit dhe pastaj deri në maj. Kjo është shpresa që kemi që mund të ndodhi një gjë si puna kësaj. Kam parë edhe shenjë të tjera. Çfarë thotë? Jo, ajo data 2 prill që folëm për javën e kaluar që futën në fuqi tarifat, duhet të parë çfarë ndryshon deri në atë datë, domethënë. Do vjen në fuqi apo do hanullohen siç ka bërë tani, po thjesht në shtat politik, ose do i shtyp prapë siç ka bërë, domethënë.
Po. Që do të filloni që në shkurt, jemi në mars, po mëra mars e mas se kanë filluar tarifat. Po, Eksakt. Ndoshta bëhet një modifikim të tarifat përpara atyre, që kur të dalin datën 2 janë pak më normale dhe nuk kanë ndonjë ndikim, është për të parë. Ajo është momenti i kyç mendoj unë fundi i marsit, fillimi i prillit, që do vendosi tregu. Kemi akoma problemi që në anën teknike çmimi është 200 SMA, që është moving average, te S&P 500 që është një zonë shumë le të themi e vështirë, që kur thyet ajo zonë, zakonisht çmimi shkon edhe pak më thellë, që e kam thënë disa herë. Duheshe ajo rritja deri te ajo 5800, 5900 që të gjete një farë rezistence, të vinte prapë poshtë, dhe të formohet një konsolidim që nuk po ndodh, është shumë problem. Kemi edhe te Nvidia që ka thyer çmimi 50 ditor mesatar, çmimi 200 ditor mesatar që quhet një dark cross, një thyrje e artë, që kur thyet zakonisht ajo zonë, kemi një rënje më të thellë te ai aksion ose ai aset ose ai grup asetesh indekse. Fakti që Nvidia është një nga asetet më, le të themi, më të rëndësishme me market cap më të lartë, që ka këtë lloj bearish sinjal të fortë, besoj që ka friksuar investitorët akoma më shumë dhe ndoshta mund të kemi atë gjën që thamë pa pritur, ose kam thënë që mund të kemi edhe një rënje më të thellë, një situatë recesioni më problematika. Është një shenjë për të parë. Ndeshme tjetër që pash te konferenca e Nvidia, duke që po bëj shumë upscaling, edhe po harxoj shumë, edhe kjo ndoshta i ka friksuar investitorët që po shesin. Duke pritur që nëse do funksionojë kjo, okay, do blej prapë Nvidia në një çmim më të ulët. Nëse nuk do të funksionojë kjo projekti në Nvidias, do shkojë në zero, kështu që s'kemi pse rrezikojmë kapitalin ton. Pasi ka filluar shumë programe në jetë kohë, domethënë për automatizimin, për robotikën, për çdo gjë, domethënë duket sikur do të bëhet monopol, domethënë, prandaj do të thash kjo frika që po përhapen në shumë drejtime në një kohë shumë të shpejtë. Kuptova. Po mundohen që të le të themi të krijojnë produkte, shërbime të tjera edhe të hapen në tregjet e tjera. Unë nuk e pash të më drejtën, edhe nuk kam shumë informacion për atë pjesë, po është rrezik ajo pjesa që do të jetë. Zero nuk besoj që shkon në Nvidia, por fjala vjen mund të jetë një rënje 20-30% tjetër nga këto ku jemi. $30 prapë, domethënë. Po. Derisa të gjej veten po prapë me ato me këto modifikimi që po bën mrena për mrena. Për jobless claims që dolën të njëjtën, pati një rritje. U rritën kërkesat e papunësisë, ne prishim këtë gjë. Dhe kjo ka qenë një nga shenja që unë kam parë që ndoshta do kemi një recesion, po vinë ngadalë ai event. Se kemi parë te some indicator, ca faktorë të tjerë që kanë hyrë me kohë, tani kemi 2-3 muaj që kanë hyrë, edhe janë si shenja fillestare një recesioni. Kjo është një shenjë negative që tregon, le të themi, ndoshta periudhën që ka hyrë Deutsche, ka hyrë Elon Musk, ka krijuar situata që njerëzit kanë dalë nga puna, ndoshta dhe kontrata shtretore që jepen kompanive private, nga kanë ndikuar te punësimi, sepse ka shurtu dhe kontrata që po jepen institucioneve të ndryshme dhe kompanive të ndryshme. Tender, gjë të tjera që ka bërë, që bën. Një kompani do të kishte humbur 20-30% të vlerës, domethënë vetëm se Dodge anulloi një kontratë për emrin shoqëror. Tash po vëmë të dedikoj edhe në market Dodge, që është problematike. Në punësim. Që do thojë tjetër unë, do thojë që për Europën mendoj që se mund të ketë, le të themi, një farë frike që ndoshta mund të rritet prapë inflacioni, u normalizu pak inflacioni, dhe është një nivel më të mirë, dhe prandaj kanë hyrë investitorët e Europa, por ka dalë një nga pjesëtarët e BE-s që ka thënë që tarifat amerikane mund të rrisin dhe inflacionin në Europë, dhe mund të krijojnë probleme, kështu që ndoshta ajo ka qenë arsye pse unë filloi tregu europian të kishte ca problematika, shitje pak.
dhe ndoshta dhe tregu gjerman që ka qenë një rritje të jashtëzakonshme, për mendimin tim të papritur për mua personalisht herë, mund të ketë një ulje tani. Shikojmë se si do ecin gjërat. Të tjera që kam parë, që ka qenë themi evente shumë interesante. Ishim Floriri këtë javë që shkopi $3,000 edhe për mban atë stafin e $3,000 që është është pozitive për ata që luajnë këto commodities future. Po. Edhe një gjë që kam parashikuar që 2400, që kam 3 muaj tani që thash 3000, 3200, besoj që do iki goldi këtu. Një gjë le themi që tregon që akoma nuk ka siguri të ekonomitë globale dhe investitorët po hyjnë te asete më të sigurta si Floriri, dhe akoma Bitcoini nuk ka atë rolin si aseti më i sigurt që presin gjithë. Ja, vështirë. Vështirë se mos për lajme që hakohet portofoli X-it, hakohet portofoli Y-it, kështu që bëhet problematik si aset i sigurt. Eksakt, kjo është problemi që BYD që the ti ishte një gjë që ka impakt edhe te Tesla, por edhe te tregjet në përgjithësi si të europianët, si të kinezët, si të amerikanët, sepse është rival me të gjithë, domethënë pak a shumë BYD. Po. Dhe është le të themi një problem për gjithë ato rivalët. Është shumë i mirë për BYD, por është për të parë si do avancojnë. Edhe aksioni ka qenë në rënje, them drejtën. Ma sa di unë, nuk ka qenë në rritje. U rritë 3-4% me lajmin e 5 minutit. Atë tash po vazhdon në rritje, domethënë duket. Se di se ra Kina të jetë të premtës është e vëri, po kur doli lajmi që po bjerë teknologji për karikuar për 5 minuta, një model të ri baterie, se çka kishin shpikur, kështu që do ta shohim në VMC, domethënë si do kanë shitjet këto, sepse është kompani edhe baterie edhe makina, kështu që më shumë bazohet te shitjes se sa te si të Tesla, të bazohet te robotika, te taksi, te robotaksi. Po, ka dhe panele diellore, gjërat e tjera që ofron Tesla. Okej, unë po mendoj tani me kaq, nuk keni një gjë tjetër që dohet të shtoje këtu te pjesë segmenti i lajmeve dhe eventeve? Kam që nuk po iniciojnë këto sektoret e farmaceutikës, siç prisnim, domethënë të futesh në asete më të sigurta, nuk është se ka besim tregu as tek sektoret farmaceutike. Ndoshta për shkak të RFK Junior, kështu duket të korporin të gjithë në cash për momentin. Asnjë nuk është se po investon në gjëra frika përgjithshme, po. Frika përgjithshme. Po do jetë një mundësi shumë e mirë, do i thoj dëgjuesve që do jetë një mundësi shumë e mirë që të kapim këtë anim për prap për lart në S&P 500. Ndoshta ikën pak më thellë, ndoshta vinë që tani. Ai moment do jetë moment i art për ju që dini të tregtoni ose le të themi doni që të hyni pak edhe afat gjatë, afat mesëm në treg. Dhe një moment shumë i mirë. Është thjesht çështje kur do vi ai moment, edhe ne këtu në Tradecast do mundohemi që t'ia japim atë informacion sa më sakt. Pastaj do të thotë që mund bëni pjesë edhe të Telegrami, që është e përshkrimi i videos, ku komunikoj aty me gati 1000 antar tani që kemi. Për këto momentet kyçe në treg që do anoj tregu për lart, si në kripto, si dhe në stocks. Prandaj bëu pjesë aty se ishte ato, domethënë që kishin në fuqi upstairs, më duket te retail CPE, që ajo ishte shumë e rëndësishme, domethënë që duket si një alarm për ta ardhur më shumë, pavarësisht se kur CPE kishte lëvitur shumë. Po. Ka ca shenja shumë negative. Edhe ne kemi gati 3-4 muaj tani që themi për recesion të mundshëm në Amerikë dhe avash po shfaqen le të themi situata të ndryshme, impaktet ekonomike që po krijohet ajo situatë ndonkohë në vet. Tregu ndonjëherë të jep shenja para kohe që le të themi ka dobësi në formim çmimi, nuk ka fuqi blerëse, fillon të shikosh le të themi ndjenjat e investitorëve të tjerë që ne do t'i analizojmë. Dhe na ka dhënë para kohë ato shenja. Okej, Irdi, unë po mendoj ta mbyllim me kaq segmentin e lajmeve dhe eventeve. Tani dohet hyja te analiza e
po mendoj të bëj kripto me që kemi shumë antarë që shqiptar te Telegrami që e pëlqejnë kripto, pastaj tym te S&P 500 dhe te tregjet e tjera. Ka shumë vizatime këtu. Ideja është që unë kam parashikuar ose parashikoj dhe themi këtë volatiliteti në treg, i erë lart, i erë poshtë, i erë lart, që pak a shumë e ka kapur atë zonë, unë do e pak më lart të 89-90, që ndoshta mund të arrim javën tjetër. Po shikojmë një farë konsolidimi këtu, shkallë. Një gjë që po më frikson është fakti që po krijon diçka që quhet bear flag. Highs edhe lows. Po, një kanal që është në rritje, kështu si flamur quhet, edhe zakonisht kur ndodh kjo gjë, mund bëhet edhe një rritje deri te kjo zona ndoshta, 88-90. Zakonisht kemi një lëvizje më të thellë, që më shkoj te 75-a prap, ose te 67-a. Pak a shumë me njëta situatë po ndodh dhe te S&P 500 dhe te tregjet e tjera. Kjo më frikson. Unë mendoj që i duhet ajo rritë deri te 88-89 që edhe për shorts të jetë një tregtim interesant. Këtu ku jemi ne tani, sikur nuk ka as për short anim, as për long. Këtu mund bëhet joshtë për bulls dhe për shorts, dhe mund të fusi tregtar të ri te zona 89-90. Dëshira ime kuptoj që është gjithmonë për long është më mirë, por është për të parë situata si do reagoj këtu, se mund kemi një short shumë të vogël, ja higher low, dhe pastaj mund të kjo tregtimi këtu dhe themi që fillon nga prilli, por me sa më shikojnë me këtë lloj ngadalësie, me këtë lloj le të themi fuqi blerëse shumë të ngadalt, ai trend ndoshta vjen nga maj, jo nga prilli. Po që vazhdon në këto ritme. Edhe mund të kemi edhe një dip më të thellë. Është pak situatë që unë vazhdoj që të jem short nga zona 97 deri këtu, dhe po maj shortet e mia si një farë siguracioni në treg. Jeti ndonjë gjë tjetër për Bitcoin që do thosha është duke që është akumuluar shumë nga institucione, nga whales, duke sikur po mbaj Bitcoinin edhe po bëjnë hedge kundër çmimit, edhe prandaj ka qenë kjo ulje kështu, edhe është win-win për ata. Po. Duke që është shumë i akumuluar nga investitorët e mëdhenj. Po, eksakt. Që mund ta manipuloj. Po. Edhe nuk është që është një pozicion të keq për long, mendoj unë, sepse shikojmë edhe këtë bullish divergence të RSI-a, është thjesht që fuqia nuk ka dëshirë nga tregtarët, dhe mund të ajo që thotë Iri që mund të themi një farë manipulimi për të le të themi për të qenë edhe short edhe long, për të futur tregtarët e tjerë përpara se e çojë me janë. Ethereum është pak më ngadalt në rritje. Edhe se sa dalin këto, unë kam që 3.3 që kam hyrë short, edhe i gjë që e tregova atyve të Telegrami është që isha short që 3.3, hyra long të 3.5, 3.35 dhe pasaj dole me 4% humbi këtu, po jam në përgjithësi për shortin jam 40% fitim. Edhe unë që nuk jam institucion bëj hedge, që ndonjëherë hap dy pozicione, hap edhe short edhe long, me ide që afat gjati duket short, afat shkurti po duket sikur po do marrë anim, se janari më ka pëlqyer kjo supporti këtu disa herë, edhe thash 1, 2, 3, 4, 5 supporte, mund t'i iki tani në janar. Ishte ajo lajmi. Po, në fund të marsit ka thyer çdo suport që ke vizituar pothuajse. Po, edhe supporti këtu e ka thyer. Them drejtën, unë nuk e prisja më thellë se sa 2100. Dhe këtë e thashtë në Telegrami që unë kur hyj në një tregtim nuk është që parashikoj ku do të shkojë çmimi. Unë mundohem që të gjej zonat, edhe them që mund të shkoj deri këtu. Shkoj te 2100, është thithur konsolidim, ka qenë një bear flag që unë po shikoj tani te Bitcoini.
identik si puna kësaj po ndodhe edhe te Bitcoini. Ulje më thellë, po krijon një farë bear flag prap këtu, sepse nuk bëri rritjen me, le të themi, me formim më të lartë, shpejt, po krijon një farë bear flag. Edhe tani do shikojmë që po di që thyet kjo viza trendi që po e man këtu dhe vazhdon për lart. Por prap dëshira ime është shkoj te 2300, të krijoj le të themi një farë zone këtu dhe pastaj shkojmë për lart, por ajo më shkoj prapë për short dhe unë po vazhdoj që ta maj shortin sa të mundem, sa më gjatë. Për momentin jam gati 40% plus këtu, te kjo zona që jemi. Edhe është për të parë për i shkon. Zonat e tjera për më poshtë kemi 1550, kemi dhe ca shenjë pozitive që zakonisht kur shkon të këto nivele Ethereum, të RSI-a, ka blerje. Të pak një blerje afat shkurtër, që mund të eci disa ditë, edhe të vazhdoj këtë konsolidimin, që po e bën tani, por është për të parë situata, është shumë. Edhe do të thoya që gjendja e Ethereum është pak a shumë gjendja e gjithë altcoinsve për momentin. Shko me çfarë lloj altcoins ke këtë lloj rënje gadhetori që ka qenë gjithë periudhës, kurse në Bitcoin patëm paktën atë rritjen e janarit, që është ndryshimi. Kishte kjo rritje këtu në janar, në mes të janarit, që bëri double top. Unë kam tregtu XRP-n që e kam darë të Telegrami, ka qenë një, le të themi, një blerje pak si e rrezikshme, sepse tregu nuk është që ka dhënë shumë shenja pozitive në përgjithësi. Doli lajmi pozitiv i SEC-s që ka kancelluar edhe çështjen, dhe unë hyra këtu te 2.48. Më ka pëlqyer supporti disa herë te kjo zona, thyrje e kësaj strukture këtu, dhe e kam pak a shumë e kam parapritur një dip deri te kjo zona këtu te 2.27, pak më ulët këtu për momentin, shikojmë se si do heci sot edhe ditën në vazhdim. Shpresa tani është që kjo më të shkojë pak më lart, ndoshta rritet pak Bitcoin Ethereum që shkojnë te ato mean reversion gjatë kohës që XRP rritet, shkon ndoshta deri te $3 dhe ishte perfekte për mua. Pastaj më lart shikojmë se si do na heci. Por deri te $3 dhe ishte mirë, që paktën të siguroj një farë profiti. Kisha dhe një tjetër, këtë e shita me pak humje, dhe shikosh që ideja funksionoi sepse shkoi për lart. Unë hyra te zona 6.38, funksionoi po në oraret e mëngjesit, të oraret aziatike këtu, heci për lart, shkoi te një zonë që pati rezistencë, kuptoj që unë isha në gjumë, nuk pata mundësi me take profit. Po, take profit ose gjërat e tilla s'kisha vënë. Edhe u çrye dhe unë dola këtu pak a shumë me paratë e mia. Te zona ku kisha hyrë te 6.8 hyrona, 6.7 te ca dola unë. Edhe do shikosh pse kam dalë, sepse mbas atij momenti ka qenë një ulje më e thellë, edhe pse ta leja tregun të merrte parat, kur mund të dilja një moment pak më të favorshëm. Këto kanë qenë 2 tregtime që kam bërë në kripto, po studioj ca të tjera. Cleo ka tregtuar ca të tjera që i kam darë te Telegrami, prandaj më shkoni aty, shikoni det. Kemi edhe tani tregtarë të tjerë që kanë hyrë, shqiptarë që e shikojnë zonën tonë dhe grupin tonë si diçka më serioze, dhe aty po diskutojmë për asetet që ato tregtojnë vetë. Kështu që mund të merrni ndoshta edhe diçka nga të tjerat që janë aty te grupi. Jo vetëm nga unë dhe nga Cleo dhe Yrdi. Okej, po le me kaq segmentin e kriptos. Yrdi ndonjë për shtu këtu? Okej. Jo. Jo, se si e smersh me kripto më rrezikshme për mua. Duke se kur ndikohet më shumë nga lajmet se çdo industri tjetër. Ndërkohë që të tjerat kanë fundamentals që mund të shohësh, kripto duke sikur ndikohet shumë nga lajmet. Po, nga lajmet edhe
gjëra të themi blerje më shumë emocionale nga tregtarët për mendimin tim. Paktën këto altcoins. Për Okej. shembull, në qoftë se do të shohësh, nuk e di, një kompani që ka stocks, për shembull, si Nvidia, mund të shohësh sa ka shitur, ose sa po blen, ose sa po investon, edhe ke një pasqyrë më të qartë si mund të shkojë çmimi, kurse e kripto nuk është se po investon njëri, ose po blen njëri, ose po investon kapitalin e tij për të rritur cilësinë e Bitcoinit ose këto, përse janë thjesht spekulime, po, janë spekulime. Ose jo të bazuar në një gjë që le të themi një shërbim ose një produkt. Që do ofrojnë ata armë, siç doli për Nvidia, domethënë që do ofrojë agent, domethënë për inxhinierët që të 30% e workloadit të jetë agenti, 30% inxhinieri që të përdori, që ishte në konferencën e fundit. Po. Kjo është që nuk shesin asgjë, nuk fitojnë asgjë, është thjesht spekulim midis tregtarëve që hyjnë edhe ndalin. Po ka ca persona që thonë që kanë projekte. Për shembull XRP ka projekt që mund shumë njerëz ka pyetur që të shkojë XRP në 1000. Po shkoj XRP në 1000, market cap i XRP-s është 20 trilion. Është 2.5 herë më shumë se sa market cap-i ose gjitha sedet që çakullohen në tregjet financiare. Do të keni edhe pak logjik në spekulime që bëni, që mund të shkojë ndoshta $5, $10 maksimumi, po të shkoj te $1,000 është pak e jashtëzakonshme. Por tani po mendoj të flasim për S&P 500 edhe tregjet e stocks, flasim për Amerikën, pastaj mulem dhe ca tregjet e tjera. S&P 500 më ka pëlqyer kjo supportit e 0.618 Fibonacci, një shenjë pozitive që do ketë paktën një mean reversion të një zonë, dhe te zona 0.5 ka gjetur le të themi atë support, resistance, support, varet se shikon se ka resistance këtu, support këtu, po shtrëngohet. Kemi zonën e 0.38 dhe zonën më pas që unë kam parashikuar që mund të shkonte, që është kjo zonë këtu lart e 0.23, një tësim më serioze, themi një mean reversion më serioze, një blerje më të madhe. Në shikosh që çmimi ka qëndruar gjithë javën po të njëjtin zonë. S'ka bërë asgjë. Ka qenë thjesht thika që të presin në treg. Edhe unë jam ndjekur disa herë nga tregu këtë javë, sepse është normale. Është janë situata që ndodhen kur merr rrezikun dhe tregton. Por atë që parashikoj unë është që duhet shkoj prapë te kjo zona 0.75, 0.8. Kjo ishte një zonë ideale për tregun. Që pasaj të mendonte që nga do merrte animin, long apo short, të konsolidoheshe, të tregonte le të themi një dëshirë blerëse në treg, të rritën dhe asetet në përgjithësi. Dhe të Nasdaqu kemi për një... Po, çfarë shtoj? Jo, për ta parë domethënë krahasime dipet e tjera, shohet domethënë që është blerë direkt, për të kurtapët grafik. Pak leg. Kur ka pasur dipet e tjera, e shohim direkt viza jeshile në vazhdimsi, kurse këtë javë kemi pasur një stall, domethënë, nuk ka pasur. Po. Është pak a shumë si kjo rënje këtu, në qeshor korrik 24, dhe pastaj eci pak për lart si tip konsolidimi dhe një rënje më thellë. Nuk ka pasur këtë blerje le të themi direkte për lart si këto tjerat. Dhe ka qenë një rënje, ka qenë edhe një rënje serioze, kemi edhe faktin që është në 200 moving average, që është shenjë negative. Është blerë më ngadalë, kjo ishte ideja që do thosha, domethënë që s'është blerë siç është blerë herët e tjera. Po. Tregon ndopsi dhe kur shikon le themi 22-shin, ku ka qenë 22-shin aty. Do shikosh që bën le themi kjo ka qenë rënja e 22-shit me val. Kjo është frika tregu tani që po që hym në recesion dhe kemi diçka si kjo që ka rënë 10%, rritet pak, mbi më thellë, rritet pak, mbi më thellë,
bën një rritje, pastaj një ulje më thellë dhe vazhdon këto, le të themi, ndime më thella. Kjo është ajo që mund të jetë situata. Por ndërtoj këte që s'kemi çfarë të ankohemi sepse gajzët e treshi kemi pasur një bull run, një bull run super të mirë, ke bërë pa që jeni treguar të zgjuar, keni tregtuar atë periudhë dhe keni bërë para. Do vi dhe një periudhë vështirë që jemi këtu tani. Momentalisht që është për tregtarët që janë më në eksperiencë, jo të gjithë fitojnë në këto situata. Edhe është më shumë për të prezervuar kapitalin derisa të vi situata më e mirë, një val tjetër. Por parashikimi është që mund të bëjmë një rritje pastaj një dim më thellë deri tek 5.38 ose diçka e tillë. Okay. Tani po shikoj Nasdaqun. Tiri po patën ndonjë gjë për të bërë, më thujë dhe nuk është problem. Edhe të Nasdaqu do shikoni që ka bërë një farë konsolidimi më shumë këtu se sa rritje. Ndoshta ka qenë ajo situata e puts dhe calls që ka ndodhur, likuidimet e atyre, dhe ndoshta këtë javë po jep ca shenjë që këtë javë ndoshta ikin për lart. Pra. Kjo dhe jetë ajo që po parashikojnë. Nuk mendoj që digi më thellë. Por po e bën atë bull flagging, po e krijon atë bull flagging këtu. Që i er lart, i er poshtë, i er lart kësaj konsolidim, pastaj një rënje më thellë. Deri te 18.600. Të Nasdaqu duke është më shumë i teknologjisë, edhe oversold i Nvidia si Microsoftit, ka ndikuar goxha në rënje më thellë se S&P duket. Është se në përqindje s'ka shumë, po në vlerë pikësh është shumë herë më lart. Po, ajo është. Se shurur më sa ndiun këtë vit nga janari, ka shminus 7-8% Nasdaq ose S&P 500 diku te 5%. Kështu që shurur më shumë. Okej. Kemi Russell që unë kisha me qef këtë vit për të. Po, Russell ka pasur ngritje këtë javë, duket pa. Po. Është vetëm Po çfarë the? Është vetëm që ka pasur rritje stabile, se të tjerë kanë qenë kështu në një zonë, domethënë që uleshin një ditë, ngrishin një ditë, kurse Russell ka qenë në rritje këtë javë, pothuajse po ditë. Ka paca shenje që tani po bën të pëlqyeshme këto small caps me këtë rritje. Patëm dhe rësënjë shumë e shitur këtu të Russell, pastaj një zonë testimi historike 1, 2, 3, 4 herë ka testuar këtë zonën e 2000-shes, edhe një zonë psikologjike 2000, çmimi 2000, që ka pasur një rritje, por është për të parë, unë mendoj që mund kemi konsolidime. Edhe kur po patëm këtë lloj konsolidimi, vala mund vi ndoshta nga maj, jo nga prilli. Mund vi pak me vonesë, është për të parë situata. Russell ka rritë gjithmonë më avash se large caps ose medium caps. Rritë të fundit me pak fjalë. Edhe bien të parët në rast të situata ekonomike të qija. Po, janë më sensitive nga lajmet dhe eventet. Dhe VIX patëm një ulje të VIX-it këtë javë, por dhe shikosh që edhe ulje ka qenë një ulje, le të themi, këtu të kjo zona, ka hëna këne, ka qenë një ulje i er lart, i er poshtë me raditës. Dhe frika rriteshe ndoshta në periudhën e hapjes të tregut amerikan, edhe pastaj uleshe gjatë fazës të dytë ose pjesës të dytë të ditës të tregtarëve. Por po vazhdon në ulje, dhe që të kemi një rritje të S&P 500 Nasdaq, do të vazhdoj këtë ulje VIX. Do të VIX-it e 10-12 për të futur njerëzit prapë te S&P. Po, ose te 15, diçka tipo do shkoj më ulët për një valë serioze. I bi që mund të kemi një ulje deri te 17, 15, 16, dhe pastaj një rritje, edhe pastaj një ulje tjetër që shkon tregu tani prapë në all time highs 6.000 sipër. Kjo është për të parë, për të studiuar mirë. Unë kam darë dhe ca statistike të Telegrami për këtë gjë. Tjetër, më lëmë ca tregjet e tjera.
që kemi parë, kemi tregun kinez që ka parë një ulje të premten dhe të njëjtën. Prandaj unë ndola nga NIO që isha në NIO, një kompani kineze që ishte në rritje, ishte shumë e mirë, po ecte mirë, dola me pak profit. Isha 20% profit, dola diku te nuk e mbaj mend tani, duket 5-6%, sepse ra shpejt këto 2 ditë të fundit. Por mund të gjej support këtu, mund të konsolidohet, dhe është një rënje e natyrshme, nuk është një rënje e jashtëzakonshme që Është një profit taking më shumë duket. po Se eksakt. rënja tjetër ka qenë shumë e thellë herë në fundit që ra. Ishte në një ditë 10%, 20%. Po, profit taking se sa le të themi si puna ime që dola nga aksionet. Alibaba dola përpara një muaji tani. Mora profitin. NIO me që ishte legin hyra pak më vonë dhe e shita. Kemi parë tregjet europiane dhe ato po tregojnë pak dobësi këtu, tregu francez. Ato stok që unë kam blerë të tregu francez vazhdojnë të kenë rritje, se janë kompani financiare dhe kanë pasur siguri më shumë. Por në përgjithësi tregu francez tani po konsolidohet mbas kësaj rritje të mirë 10% për një periudhë 2-3 mujore, dhe tani po ulet pak, dhe tregu gjerman është pak në ulje, po tregon dhe temi një farë distribution këtu për mendimin tim, se po bën një higher high, edhe po bën bearish divergence, po konsolidohet ose po bëhet distribute, që mund bëjë diçka të tillë. Dhe pastaj ndoshta të ulet pak më thellë, është për të parë ose të shkojë për lart. Por është një situatë që po bëhet distribution, do ketë ca ulje për mendimin tim. Unë po mendoj të lejmë kaq për tregjet e indekseve. Indekset kryesore. Stocks mund të shohim me AMD që më ka pëlqyer, dhe duke si ku bëhet të kundër tregut. Unë bërë shumë i shitur AMD dhe pasaj shkoj për lartë. Ja. AMD-n kemi një rritje pas kësaj bottom të 95. Irdi e ka tregtu këtu, dhe një nga anëtarët e mi të grupi privat e ka tregtu të kjo zonë, për afat gjatë ideja. Për afat gjatë shumë, afat gjatë. Do të thëtë pak të 110 që të bëhet i pëlqyeshëm nga të tjerët, më të mëndë. Kurse unë du në temi një farë konsolidimi, pastaj një thyrje këtu, dhe mund më bëhet interesante të kjo 110 që du ti, për afat mesën, rimarje këtë një në këto zona këtu më lartë, ose temi një shka t'il, dhe ishte interesante, rimarje kësaj zone për 55%. Të në afat mesën. Më afat gjatë si trejt, mos të posti që të shkë është të deja. Po. Unë kam blerë një stok që është e robotika, por në që ka qenë pak si vështirë tregu, kam bërë këte Rich Tech Robotics, ka bërë le themi thyrjen e kësaj zone këtu, më ka pëlqyer ke pasur këte që është thy këtu. Dhe më ka pëlqyer le themi kjo thyrje këtu, po sa kam hyrë, nuk është që kam ndonjë profit këtu që po akumuloj. Për momentin, na që tregu ka qenë shumë i qëndrueshëm. Edhe një stop loss të kjo zona profesisht këtu, me idenë që mund të marrë diku të 7% në rritje, 50-7% në rritje, shikom, është për të parë, por të robotika kjo. Tjetër që po mesën, është KMI-a, që është Kinder Morgan, po shumë nga dalë, sepse tregu nuk po hesën në përgjithësi. Po vazhdojnë këte rritjen kjo të nga dalë, mund bëjnë ndoshta një dip, pastaj në vazhdoj për lartë, është për të parë. Këto nuk i kam darë të Telegrami, se janë lëvizje që unë i kam tregtu për grupin privat e Discordi, por kjo ka ecur mirë, edhe ca të tjera që janë paka shumë të zona që ne kemi blerë, BNP-ja, ACA-ja vazhdojnë atë rritjen, u shitën pak, por vazhdojnë këtë rritje, shikon, të pasër, të jashtëzakonshme,
për 3 muaj rresht. A tha aja dhe BNP-ja paga shumë mirë dhe gjë. BNP-ja më duket bëri një farë dibi, po. Të njëjtën. Okej. Po vazhdon këtë rritje, janë shumë të pastër, shumë të mirë, vazhdoj të akumuloj profit këtu te këto lëvizje. Akumuloshim dollarin dhe madhrat shpejt, këto floriri dollarit dhe pastaj ta mbyllim me kaq si më don. Kemi dollarin, dollari po atë rritje te 103, shikoj testimi, rritje. Këtu ishte mundësi e mirë për të tregtuar euron short afat shkurt po flasim. Prandaj unë shikoj dollarin. Pastaj mendoj që mund të ketë një farë rezistencë këtu ose këtu, është për të parë, se kemi edhe këtë vizën këtu, është për të parë se ku do kapi rezistenca dhe vazhdoj prapë për poshtë uljen se Trumpi po mundohet që ta uli dollarin për arsye ekonomike dhe për të pagu borxhet edhe ca faktorë të tjerë. Nafta se pak si nga dalë kompjuteri tani, po se kam ide pse, si dhe like, në rritje, po rritje të ngandaltë. Unë kam filluar që shikoj prapë aksionet e naftës si Oxy, por do të kenë një rritje më të madhe. Regular në nivelin $45 po thosë për muaj. Mund të ketë një dip tani, ndoshta një dip nafta, dhe kjo do jetë zona e prillit. Kur sot me zona e prillit një thyrje serioze, dhe pastaj mund të tregtojmë aksione nafte. Tjetër që do të shikojmë është floriri, gold, që pati këtë rritje deri te 3060 dhe kuptohet që ku arrin këtë lloj ku ka këtë lloj trendi do të bëjë një farë dipi normal. Edhe ka bërë dipin, ndoshta bën edhe një dip më thellë dhe fillon bën hapa që mund shkojë deri te 3200 për mendimin tim deri në fundi i vitit. Është për të parë situata. S'po më pëlqen kjo, pak, është një shenjë dobësie këtu. Një bearish divergence që përformohet, që po formohet tani, dhe kështë një shenjë që mund shkoj pak më thellë, gold ndoshta shkon prapë te zona 2900 para se të bëjë një valë serioze për larg. Kemi dhe bondin 10 vjeçar që po konsolidohet tu dhe mund të arritet dhe kjo njëkohësisht me tregun e përgjithshëm. Unë doja të bënte një testim tu dhe një ulje pak më thellë. Unë kam filluar që të studioj pak uraniumin edhe mendoj që mund të ketë një rritje. Si sektor mund të shikoj se që të investoj të ndonjë aksion ose të blej ETF të uraniumit. Shikojmë te ura, po shikoj këtë rritjen e uraniumit, këtu doja ta traktoj më parë, po nuk është që pati ndonjë rritje sektori në përgjithësi. Kemi këtë zonën këtu. Është për të parë, për të studiuar, po më pëlqen në temi se si mund të formohet, që mund të ikë herë lart, herë poshtë, herë lart, herë poshtë, pastaj ndoshta ndonjë rritje te kjo zona maj, që mund bëhet në themi një formimi të tillë. Po e studiojmë mirë uraniumin, edhe kemi për ta parë këto javët në vazhdim në podcastin ton, në këtë format që po e bëjmë, por dhe në Telegram. Ili ndonjë gjë tjetër për shtuar këtu? Jo, to përgjithsisht, siç thamë, ishte një javë më shumë lajme, po që nuk është se ndryshuar ndonjë gjë. Për kam mbetet, edhe vazhdojmë të presim për shenjat e një shorti ose një longu ose gjatë. Po. Okej, ka që ishe për sot. Shumë faleminderit që e keni dëgjuar podcastin deri në fund. Por ju që doni të bëni pjesë e Tradecastit dhe ju ftoj që të na ndiqni në YouTube, por gjithashtu të bëni pjesë e Telegramit, ku tani kemi gati 1000 antar që diskutojmë ide të ndryshme, kripto, stocks, dhe kemi një grup shqiptar, një grup anglez, edhe besoj që në muaj dhe në vitin në vazhdim të bëhet edhe më i madh si grup, sepse ne, si po shikoni, ne jemi shumë serioz në investime dhe mundohemi që të ndajmë informacione sa më serioze, të sakta
me ju. Gjithë linkjet e medias socialeve i keni më poshtë përshkrimi i videos. Faleminderit, shihemi mirë. Faleminderit Irdi.